kjo është mënyra më e thjeshtë, kur blen pule, gaton dhe kështu dhe knaqesh, ha një drekë të përkryme. Të dashur ndjekës, edhe më pëlqen për të diela zakonisht pula është shumë e shijshme, do ta bëj pulë me qull me miell misri. Kam marrë një pulë rreth 1 kg 250 gram, 1 kg i qere. Më pëlqen pula e pjek me veçantë, sikur edhe me ato i çik ynnyrën e vet, ta lysh me gjatë, ka tjetër shije se sa kur e zi bëhet si mish i kalbët themon. Këto krahët e vogla, qafën, i kam heq, i kam zi, pak me shumë pak lang, ja ku i kam, e gotë gjysmë ujë, që të krijoj langun. Në fillim e lyj pulën me cipën e limonit, limoni duhet jetë i lanë, edhe pjesën jot për mrena tulën e limonit, po gjithmonë pjesën ja, që ka të pjesën e bardhë. Tashti me këtë e lyj kështu, se i jep ngjyrë shumë të bukur limoni dhe i heq edhe atë aromën e pulës. Ja i çik pa ajo bë punën e vet. Gjithmonë unë pulën po se lyva i çik me lëkurë limoni, nuk para e bëj, vetëm kur është e zime, po e pjek me dosës bë. Pak mrena barkut, pa tjetër se gjithmonë pjesa e zgavrës barkut ka një aromë jo të shijshme, prish edhe langun, tani do fërku pak mirë. Si më rroha punë, do ta lyj mirë me kryp, njëherë do lyj barkun, se aty e ka lezetin pula, ke krypa. Do përgatisim dhe lang dhe kështu që është në rregull. Nuk do ta teproj me krypën, po që gjithmonë mishi e do pa kryp. E lyj dhe lëkurën mirë, se bëhet dhe kërcet. Vjen të hash me gjithë lëkurë, po është shumë e dëmshme, po është dhe shumë e shijshme. Tashi do ta lyj me t'lyj. Tu kam 3 lynin, e lyj me një furçë. Edhe pulën e kam gati për në fornë. Tashti do filloj përgatitjen e fërgesës, po e bëj tek tenxherja e langut që kisha, s'po bëj qinempis. Do t'i hudh pak vaj, jo shumë, se kishte edhe vetë pulaq. Do e lej të nxehet pak ynyra. Gjithmonë për të bërë fërgesën duhet miell i ashpër, jo shumë, po jo nga i ballakumeve, gjithmonë duhet sqaru kjo pjesë, edhe pak miell gruni. Te miell gruni unë po i hedhja një lugë të vogël. Avash, do ta ul fare, mos më rrëmehet, e do ta lej të piqet avash. Po që avash, ajo nuk merr aromë të djegme, dhe 10 minuta to ka vërdise me flak të ullër. Gjithmonë longu duhet jetë i nxehtë. Tashti marr dhe i hodh i çik nga longu i nxehtë. Tani si hudha shumë i mirë, se ka longu, dhe bëhe bajate. Flaka e ullët, tu e pa me sy, që të trashet fërgesa, edhe duhet të zi mielli misri, nuk e u punu avash. Tu e përzi e tu i hudh lart. Tu kam unë 2 thelpi urdh, i kam shtyll dhe kam merak edhe urdhën. Nuk e di pse kam kaq vështirë aromën. Nuk bëhem dot mik me hudhën kur. Tani e kam shtyll dhe e kam lënë veçantë për ta hudh. Tashti hudh prapë nga longu. Tashti fërgesa u lidh ashtu siç duhet, nuk duhet jetë shumë e trashë, ajo trashet më shumë më vonë, edhe prishet lezetin. Pulën e kaloj në një pjatë. Ja hedhe këtë langun sipër, se më duhet pak për pilafi. Këtu do të fërgesën.
Pula me qull është traditë e Tiranës, është një nga gatimet që pothuajse gjithë lokalet që gatojnë traditën e përdorin, edhe pse ta hash në lokal, kur kjo është mënyra më e thjeshtë, kur blen pule, gaton dhe kështu dhe kënaqesh, ha një drekë të përkryme. Na bëft mirë dhe ne.